Po klubi Karadaku, a i le ndoshta të rinjët të interesuar për letërsinë në Kumanov? Është shumë interesuar, natyrisht që të gjithë ata të rinj të cilët e shohin veten se kanë afinitete për të marrë me shkrimi, me letërsi, mund të jenë pjesë e këtij klubi, pjesë e manifestimeve dhe organizimeve që ne i bëjmë pjesë edhe e revistës, e takimeve të tjera. Nuk e di, kohën e fundit nuk ka shumë interesim të kjo pjesa e të rinjit që të kishin në mënyrë të drejtë për drejtë në këtë klub, por mbase do duhet gjetur ndonjë motiv shtesë se si të afrohen të rinj dhe të jenë pjesë e këtyre zhvillimeve. Kanë qenë vitet e para kur sistemi komunist ishte përmbysur, po mbetjet elementet e tij kishin vazhduar edhe për gati 10-12 vite të ardhshme. Dhe këta vazhdimisht e kanë përcjell pastaj anëtarët e klubit se çka po shkruajnë, çfarë veprimtarie po zhvillojnë. Me që takimet poetike të Karadakut për shembull mbahen çdo 11 mars. Ju dini që 11 mars është dita e demonstratave studentore kur fillojnë në Kosovë, në Prishtinë në vitin 1971 dhe deri vonë ky ka qenë manifestimi vetëm në të gjitha trojet shqiptare, manifestim kulturor, letrar, sidomos që zhvillohej në çdo 11 mars në shenjë të kujtimit të atyre ngjarjeve të 11 mars. Pra, deri vonë nuk ka pas edhe në Kosovë, aty ku pikërisht kanë shpërthyer këto demonstrata dhe ku e ka pas vendin që të jetë një manifestim i tillë. Tani viteve të fundit shoh që ka disa përpjekje dhe disa zhvillime zhvillojnë, domethënë or letrare, manifestime të ndryshme dhe në shenjë të kësaj date të rëndësishme.